Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ja ku jemi së bashku si çdo ditë tani më nga hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot do flasim për Egjiptin, një tjetër destinacion që është gjithashtu shumë i rëndësishëm sa i takon pushimeve të verës, por gjithashtu edhe të gjithë pushimeve për gjatë gjithë muajve të vitit, sepse është një destinacion gjithvjetor. Temperaturat janë shumë të ngrohta, resortet me pesë yje, por gjithashtu edhe mikpritja e tyre e cila tani më njihet në të gjithë botën. Për të folur lidhur me këtë destinacion, kanë kënaqësinë të kemi të ftuar në studio Isulianën nga Vastur Operator. Mirë se erdhën në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kënaqësi të kemë për të folur lidhur me këtë destinacion, i cili sikurse Antalya duke se tërheq vëmendjen e të gjithë atyre që duan pushime ekonomike, por gjithashtu edhe shumë të bukura në fund të ditës. Si ka qenë kjo nisje e sezonit deri më tani? E vërtet, në fakt takimet tona ose kur i organizojmë janë normalisht edhe për sezonin, për të folur pak a shumë për mbarvajtjen, por për të dhënë edhe lajme të mira, them unë, dhe të shohim dhe të jemi pak në djeni, po e quajmë kështu, se çfarë ndodh me Egjiptin si destinacion. Normalisht deri tani rezervimet për destinacionin e Egjiptit absolutisht vazhdojnë. Është një destinacion që nga sezoni në sezon kërkesa vazhdon të rritet, pra nuk kemi një stabilitet, po themi, ose ulje, gjë që nuk ndodh. Normalisht, ne kemi nisjen e parë me charter në Sharm el Sheikh me 26 qershor, është një nisje që tashmë ka kaluar sold out. Kështu që normalisht na mbetet nisja e radhës, data 3 korrik, e cila ka ende disponibilitet për të gjithë ata që duan të shijojnë pushime Sharm, më pëlqen mua ti quaj. Kjo siç e prek edhe pak ti në hyrjen e takimit, sepse Sharmi është ai destinacion i cili po vazhdon, nuk mund të themi më, po fillon të jetë në vëmendjen dhe të jetë kryefjala e klientelës shqiptare, por jo vetëm. Kështu që për gjithë pozicionimin e tij gjeografik, për të gjitha ato atraksionet dhe normalisht për të gjitha ata që duan të shijojnë një panoramë fantastike të detit të Kuq, ku tjetër veçse në Sharm. Nëse më herët është menduar që Sharm el Sheikh konsiderohej një pushim luksoz dhe ishin shumë të pakta ata të cilët mund të aksesonin si një destinacion, tani më nëpërmjet charterave në një distancë shumë të shkurtër kohore është i aksesueshëm nga të gjithë. A ka ndikuar edhe afërsia, le të themi, por edhe kushtet më të lehta të transportit për ta tërhequr edhe më shumë vëmendje? Patjetër që po. Paketa charter edhe për Antalën, por për Sharm el Sheikh sidomos, kanë këtë avantazhin që fluturimi është direkt, udhëtimi është komod, në një hark kohor, po themi, goxha të reduktuar nëse do organizohej me kompaninë ajrore direkt apo një paketë jo charter, po themi. Kështu që paketat e plotësuara, paketat e plota e bëjnë Sharmin absolutisht një zgjedhje primare tashmë për klientelën dhe për tregun ton. Kështu që normalisht dhe pjesa e çmimeve, që janë çmime shumë tepër të leverdishme dhe të përshtatshme për çdo lloj klientele dhe kategori pushuesish, por gjithashtu larmishmëria e resorteve në Sharm el Sheikh është, po themi, pika kryesore sepse klientët zgjedhin Sharmin. Kështu që edhe për klientët të cilët nuk kanë një buxhet, po themi, të lartë apo një buxhet jo shumë të përballueshëm për resorte të cilat kalojnë në standardin luxury apo mesatar dhe pak më mirë se mesatar, Sharmi ofron atë shumëllojshmëri produkti në të cilin me një buxhet, po themi, minimal mund të kalohen 7 ditë pushime të paharrueshme dhe të jashtëzakonshme.
Me të gjitha zhvillimet që ka ndodhur së fundmi në botë edhe të gjitha trazirat pa diskutim që çmimet kanë qenë dinamike, kanë ndryshuar e duhet thënë që kanë pësuar një rritje jo vetëm në destinacionet më të lakmuara, por le të themi në të gjitha ato destinacione që konsiderohen pushime vere dhe ne i zgjedhim në rajon, në Europë, përtej dhe gjithkund. Por nga ana tjetër duket sikur Egjipti ka ruajtur një trajektore jo shumë të luhatshme dhe çmime deri diku të përballueshme për çdo kategori pushuesi, ndoshta dhe kjo është një tjetër pikë e rëndësishme që tërheq jo vetëm ata që pushojnë në çift, por edhe për familjarë, duke qenë se çmimi për ta Patjetër që po. Është ndjeshëm më i lartë se sa ata që patjetër që po. Dhe sot kam zgjedhur të flas pikërisht për një ndër resorte të cilët dy fëmijët i kanë falas dhe normalisht siç e the, Sharmi ofron atë gamë resortesh, atë gamë produkti që i lejon si vetëm po themi çifte apo grupe të rinj, por edhe familjarëve mbi të gjitha të zgjedhin ato resorte edhe me një çmim të leverdishëm, por absolutisht me të gjitha kriteret për të kaluar pushime sharm. Unë nuk do të pyes se cilat janë aktivitetet që bëhen në Egjipt, sepse tani më ne i kemi përmendur me 10 herë në ofertën e ditës dhe unë jam i bindur që nuk është askush tani më që nuk e di, por duke marrë në konsiderat që datën e parë e kemi sold out, është e gjitha e shitur dhe jam i bindur që keni vënë re dhe le të themi interesin e të gjithë atyre që kanë rezervuar deri më tani më për të përcaktuar se ndoshta cili resort është preferuar më së shumti dhe cilat aktivitete janë preferuar më së shumti. Kështu që nisur nga kjo panoramë që kemi deri më tani për datën e parë, çfarë është preferuar më shumë? Atëherë në specifikim resortesh nuk dua të përmend vetëm një, sepse kemi rrjetin e Rixos që padyshim mbetet on top në kërkesë. Gjithashtu dhe në rezervime. Kemi rrjetin e resorteve Sunrise që padyshim është një zgjedhje ku askush nuk do të bëhet pishman nëse zgjedh një ndër resortet e rrjeteve Sunrise. Gjithashtu rrjeti i resorteve Kleopatra Luxury dhe Kleopatra Adult Only absolutisht është një rrjet të cilin klientët e zgjedhin dhe vazhdojnë ta rezervojnë, nisur edhe nga sezoni i kaluar. Dhe normalisht, si që thash, janë disa resorte që vazhdojnë të kenë kërkesë dhe rezervim stabil. Kështu që është një buqet, po them unë, zgjedhja e resorteve në Sharm. Pra, përveç se kemi këto resorte të cilat mbajnë atë, po themi, stabilitetin dhe linearitetin e tyre, janë absolutisht dhe resorte të tjera dhe të reja që ne kemi integruar që absolutisht kërkohen dhe rezervohen. Për çfarë pyesin më së shumti ata që rezervojnë Egjiptin si destinacionin e pushimeve? Padyshim për pjesën e, po themi, të konceptit dhe normalisht të kushteve të kulinarisë të tjera, sepse e kam pak me merak. Duke qenë dhe duke u konsideruar destinacion i largët, normalisht skepticizmi është pak më i lartë, por nuk ngurojnë të rezervojnë. Gjithashtu pjesa e ekskursioneve vazhdon të ketë një kërkesë gjithmonë në rritje. Nuk kemi një ekskursion të caktuar, sepse po shkove në Sharm nuk mund të rish pa provuar Cairo overnight ose overday, nuk mund të rish pa provuar ekskursionet në safari, kështu që janë ekskursionet të cilat klientët marrin informacionin edhe nga ne, por informacionin më të detajuar dhe rezervimin e bëjnë on spot me guidën tonë shoqëruese absolutisht dhe guida lokale e cila i ndihmon të bëjnë zgjedhjen edhe duke parë pak çfarë kërkon klienti. Si një sy kritik që ti je për përzgjedhjen e resorteve, unë e di që janë një, po 2 resorte sot që ti ke zgjedhur të prezantosh për ofertën e ditës, për të gjithë ata që ndoshta ende nuk kanë vendosur Egjiptin si destinacionin e tyre. Kështu që të lutem na një më shumë. Patjetër. Unë kam zgjedhur sot të flas për 2 resorte, të cilat të dyja padyshim
janë rezervuar dhe normalisht vazhdojnë të kërkojnë dhe si agjensit VAS member, në momentin që na kërkojnë opsione për të sugjeruar, janë ndër listën kryesore të resorteve që ne sugjerojmë në Sharm. Njëri prej tyre është Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach. Është një resort i cili i jep klientit atë komoditetin jo vetëm në akomodim, pasi që është i përbërë nga 384 dhoma dhe suita, të cilat ofrojnë si pamje garden apo land view, por edhe pamje sea view. Normalisht ka një ambient të dedikuar për fëmijët, pra me që po flisnim për merakun që familjarët kanë për fëmijët e tyre, absolutisht është një ambient i dedikuar, kids playground, kështu që prindrit të jenë me mendje të fjetur për këtë pjesë. Normalisht, ajo që e bën më të kërkuar dhe doja sugjeroja çdo klienti, sidomos familjeve, për ta rezervuar, është sepse Renaissance Sharm El Sheikh ofron 2 fëmijë të falas. Kështu që nëse ka ende klient skeptik, është zgjedhja që duhet bërë patjetër. Normalisht, Renaissance ofron gjithashtu edhe një private beach, pra një plazh privat, i cili do t'i lejoj klientëve të shijojnë atë kryefjalën e verës, detin, pa dyshim, dhe normalisht mos të lëm pak pa përmendur pjesën e kuzhinës e ushqimit. Sharm El Sheikh, pra resortet në Sharm El Sheikh njihen tashmë për kuzhinën internacionale dhe kryesisht atë italiane. Dhe Renaissance ofron një international buffet, gjithashtu specialitete të ushqimeve të detit dhe gjithashtu kuzhinën italiane nuk mund ta lëm pa përmendur. Dhe sërish them që Renaissance duhet të jetë zgjedhje primare, sepse dhe nga vetë emri të fton në një rilindje, qoftë në shijimin e akomodimit, aktiviteteve, por të gjitha ambienteve të dedikuara edhe për sporte dhe për pjesën e detit privat. Një eksperiencë ere mirëfilli. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Tjetër kë kemi? Normalisht unë e përmenda pak edhe kur bëm atë prezantimin e resorteve në Sharm, është një ndër resortet e rjetit Sunrise, është Sunrise Montemare Grand Select Hotel. Në fakt, Sunrise Grand Select ka një koncept, po themi, ekskluzivitit adult only, por absolutisht ofron një arratisje, po e quajmë në thonjza, edhe për familjet. Kështu që nuk konsiderohet vetëm një resort për adult only, Sunrise Montemare Grand Select, pasi që për rinin, për çiftet, për grupet e rinj, absolutisht ka ambiente ekskluzive, të cilat i lejojnë dhe familjarët të kenë atë qetësinë e tyre, sepse dikush zgjedh një resort qoftë edhe për t'u larguar rutinës, zhurmës e të tjerë. Kështu që Sunrise i ofron padyshim këto kritere. Gjithashtu një pikë kryesore që mendoj që duhet zgjedh Sunrise Montemare është afërsia me atraksionet. Pra, përveç se pushime verore, klientët do të kenë mundësi të bëjnë edhe një eksplorim kulturor, po themi, në disa prej atraksioneve kryesore. Dhe gjithashtu në pjesën e kulinarisë, Sunrise Montemare do të ofroj gjithashtu kuzhinën italiane, por do të ketë dhe specialitete egjiptiane. Unë i këshilloj të provojmë. Po, do jetë një eksperiencë e re, por më besoj që do pëlqehet. Edhe Sunrise mendoj duhet të jetë një nga zgjedhjet padyshim të klientelës për pushimet gjatë kësaj vere. A jemi në kufi të përzgjedhjes së paketave tani më për të përfituar nga ofertat të cilat janë, le të themi, më të leverdishme dhe më përftuese në raport me pikun e sezonit që çmimet janë shumë herë më të shtrenjta? E vërtet. Ne hera herës edhe për agency VAS member, por edhe në social media të VAS Tour bëjmë këtë ngacmimin, po themi, për ofertat që marrim dhe pa diskutim një bashkëpundim i shkëlqyer dhe me operatorin ton në Egjipt, që hera herës na dërgojnë dhe na axhornojnë me resorte të cilat ofrojnë
normalisht për një periudhë të caktuar kohore, çmime preferenciale, po ashtu dhe facilitete. Kështu që siç është Renesonsa që ka për një periudhë të caktuar kohore rezervimesh pjesën e 2 fëmijëve falas, normalisht ne këtë thirrje e bëjmë her pas here që jo vetëm agjencitë VAS Member, të cilat na kanë 24 orë në dispozicion, por edhe pjesa e klientelës absolutisht duhet të na kontaktoj dhe të marrë informacion sa më shpejt jetë e mundur. Faleminderit shumë që ishim me mua sot në studio. Faleminderit ty. Dhe kështu ne mbërritëm në fund me ofertën për sot. Dhënat e resorteve janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe kështu Egjipti shndërrohet në destinacionin e pushimeve dhe për këtë ne jemi të bindur. Unë ju uroj pushime të mbara dhe ju le takim sërish në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.